Asnjëherë mos e lani fytyrën në dush, ja çfarë i shkaktoni fytyrës tuaj. Me siguri keni vënë re se si gishtat tuaj mund të rrudhen pas një dushi të gjatë të nxehtë. Kjo ndodh sepse uji i nxehtë heq lagështinë nga lëkura dhe dëmton shtresën mbrojtëse të saj. E njëjta gjë vlen edhe për lëkurën e fytyrës. Larja e fytyrës në dush mund ta bëjë lëkurën të duket e kuq e rremtë. Uji i nxehtë shkakton zgjerimin e enëve të gjakut në fytyrë, gjë që mund të dëmtojë kapilarët e brisht në faqet tuaja. Kjo nga ana tjetër mund të shkaktojë kapilar të dukshëm tek faqet, një gjendje shumë e zakonshme e lëkurës. Uji i nxehtë mundet të ndikojë negativisht në lëkurë duke e bërë atë që të jetë e thatë dhe e ndjeshme. Është më mirë të qëndroni larg dusheve të nxehta, veçanërisht gjatë muajve të thatë të dimrit kur lëkura është më e prekshme ndaj thatësisë dhe acarimit. Gjithashtu shumë njerëz mendojnë se lëkura e tyre kruhet pas një dushi të gjatë, prandaj duhet të bëni kujdes.